Si mund ta kuptojmë thot më mirë drejtsinë e Allahut në situata të vështira? Vetëm ti dorëzohemi Zotit. Ta dim se ai nuk bën kur zullum. Çdo situatë të cilën ai ka zgjedh për neve, edhe na s'kemi aty dorë, na them elhamdulillah. Sepse Zoti është më i mëshirshëm për ty se sa ti me veten tënde, se sa prindët tu me ty. Zoti është më i gjithdijshëm, çka është e dobishme për ty, çka është e dëmshme. Çdo gjë që s'ta jep ai është për të mirën tënde. Çdo gjë që ta vonon ai është për të mirën tënde. Çdo gjë që ta çon ai, edhe nëse duket sipas teje pa drejtësi, di që është hajër për ty. E vetmja punë e jotja është që ti me e dorëzu veten tënde kërshi Allahut subhanahu wa taala dhe me thonë, o Zot, unë do të bëj sabër se ti je me durimtart, edhe unë i dorëzohem caktimit tënd, sepse caktimi yt në ne është drejtësi. Ti më don më shumë se sa që unë e dua veten time. Jeto me këtë bindje dhe dije se Allahu Gjeleshanu gjithmonë ose është i drejt, ose është i mëshirshëm me robin, është i gjithdijshëm, është i urtë, largpams, edhe ja do të mirën më shumë se robi që do vetës vetë. Mos harani, a dini kanë e keni Zot. Allahu në fuqi plot. Elhamdulillah.